Pranë fshatit Mirotske në Ukrainën qendrore, një duzinë çminuesish lëvizin me kujdes përpara në rreshta, duke lëvizur detektorët e metaleve përpara tyre me një ritëm të qëndrueshëm, si korrësit që presin grur. Ata po punojnë për të mbajtur pyjet dhe fushat të sigurta nga minat dhe municionet e pashpërthyera të mbetura pasi Rusia pushtoi zonën, rreth 40 kilometra në veri perëndim të Kievit, në fillim të pushtimit 4 vjet më parë, shkruan Reuters. Zona të mëdha të Ukrainës janë të mbuluara nga minat dhe pajisjet e tjera shpërthyese, pas viteve të tëra luftimesh. Fatkeqësisht, Ukraina është vendi më i minuar në botë. Ukraina nuk do të çminohet në më pak se 10 vjet, tha Olena Shustova, menaxhere mediatike për organizatën humanitare Halo Trust. Halo filloi operacionet e çminimit këtu pasi një ushtar Ukrainas nga një njësi e stacionuar aty pranë shkeli mbi një minë antipersonel, ndërsa mblidhte dru zjarri 2 vjet më parë, duke demonstruar rreziqet që lë pas lufta edhe kur vija e frontit ndryshon. Kudo ku kishin pushtim, kishte fusha me mina dhe mjete shpërthyese, tha Shustova. Sipas organizatës shtetërore DEMAI në Ukrainë, më shumë se 132.000 km2, një zonë afërsisht sa madhësia e Greqisë, mbeten të kontaminuara me mina. Deri më tani, gati 42.000 km2 janë pastruar, tha ajo. Duke pasur parasysh shkallën e madhe të detyrës, Halo Trust i u drejtua inteligjencës artificiale për të analizuar pamjet e dronëve me rezolucion të lartë dhe për të trajnuar sistemet për të identifikuar minat dhe mbetjet shpërthyese, duke arritur tashmë rreth 70% saktësi. Procesi mund të zgjasë me dekada, por përparimet në teknologji po ndihmojnë në përshpejtimin e tij, tha Shustova.